Tifo grupi Tirana Fanatics, zemra që rreh me Tiranën në çdo ndeshje, festoi 20 vjetorin e krijimit në një mbrëmje madhështore në Parkun Olimpik në kryeqytet, një festë që nuk ishte thjesht për vjetor, por një manifestim dashurie për fanellën bardhë blu. Personalitetet nga fusha të ndryshme si arti, kultura, politika dhe media ishin të pranishëm në këtë ditë të veçantë, duke i dhënë një dimension tjetër festës. Një organizim unik nga Tifo grupi e shëndëroi mbrëmje në një mozaik ngjyrash, ku muzika tradicionale e ndërthurur natyrshëm me ritmet moderne, mes batutash dhe humori, duke krijuar një atmosferë të paharrueshme. Ditë shënume, ditë shumë rëndësishme, 20 vjetori ka krijimit Fanaticsave, për gjithë tifozët e Tiranës mahet men, edhe do të vazhdojë të mahet men gjithë jetën. Patjetër, me breza. Jo vetëm me vite, po dhe me breza. Shumë më i fuqishëm se kaq. Okej. Sot do jetë një ditë e veçantë që e keni organizuar. Kemi organizuar me këngëtar, kemi skeçe, kemi DJ, këngëtar të ndryshëm të muzikës Tiranës. Një vend të veçantë në këtë festë zinin ata që kanë lidhur emrin përgjithmonë me historinë e klubit, si familja Mema, e përfaqësuar nga i madhi Sulejman Mema. Mes të ftuarve ishte edhe Mirjami, vajza e ikonës bardhë blu Selman Stërmasi, e shoqëruar nga djali i saj, fotografi i njohur Armando Babani. Është kënaqësi e madhe. Kur shikon këto ngjyrat bardhë blu, një gjë e mrekullueshme. Më kujtohet baba i shkreti që kishte qef kur mblidheshin shokët e dashamirësit e sportit e të gjithë. Kështu që për mosh kënaqësi e madhe që erdha sonte këtu. Historia vazhdon edhe me djevderi. Vazhdon. Ngjyrat e Tiranës prapë festojnë. Vazhdimisht. Edhe tifozat unë i shikoj vazhdimisht dhe i shkruaj biles. Kam kënaqësi. Ku i shkruan? Në Facebook. I shkruan tifozave të Tiranës? Po, gjithve. Super. Po të ftuan sot? Pa, ta më ftuan, po si. Erdhëm bashkë, kam ardhur me djalin. Faleminderit shumë për ftesën tuaj një herë, edhe uroj gjithmonë më të mirat sportit edhe Sport Klub Tiranës. Do forcohet sepse edhe ata dhe tifozat kanë dhe kujtimet e babës tim, kujtimet e Selmanit që i japin fuqi për më mirë. Çfarë është Tirana për ju? Gjithçka. Për mua është gjithçka. Çfarë bën veçantë Tiranën? Sinqeriteti, dashuria dhe lidhja në mes njëri tjetrit. Mbi të gjitha është ajo që tha nëna ime, që falënderimi shkon çunave të Tiranës, unë po them çunave siç flasim për ditë, por mbi të gjitha për respektin që tregojnë për gjyshin tim dhe për djatin e Mirit, për Selmanin, sa nuk është pak, sa respekti vjelet sot, dhe shpresoj që të vazhdojnë frymën që kanë, dashurinë dhe respektin për Tiranën. Të jemi ndershëm kur jam afër Fanaticsave, nuk kam lidhje fare me profesionin sepse tash hyn në jetën private dhe të jemi ndershëm shpesh herë mbushen syt me lot kur shoh sidomos në stadium, kur shoh në një pankartë që nxjerrin për Selmanin ose për Selmonin, se u gabova. Ndjehem mirë, tash në ato momente nuk hyn profesioni fare, jam thjesht nipi i Selmonit, nuk jam fotografi. E ndjek ekipin? Ta ndjek në stadium? E ndjek ndeshje, i intereson? Rrallë, kemi ndershëm rrallë. Okej. Mendon që tradita do vazhdojë për tifozët bardhë blu, Fanaticsit? Por me zemrën dhe shpirtin që shoh ke çunat, vështirë të shfiket. I pranishëm ishte edhe ish portieri i shquar i viteve 70-80, Bujar Sharra, i cili vlerësoi organizimin e Fanatics. Ore, Fanaticsit unë me thonë drejtën i kam nek shuna për stadiume, ato i shkojnë para mrapa Tiranës, edhe unë me fjalë mendet me uru që këto Fanaticsa me që shkojnë mrapa Tiranës, sot e kësaj dite të patën të shohin me fjalë fitore Tiranës. Se shkojnë edhe s'po shohin jo. Po këtë bravo i qoftë, me fjalë që shkojnë, i ndjekin, i frymëzojnë lojtarët. Po problemi është që Tirana do t'ja shpërblej si ne në kohën tonë që tifozat në vishin, po të patën ja shpërbleshim atë sakrificë që ato bëjshin për ne. Qa është 20 vjetor të tifozëve Fanatics? 20 vjetori, ne jemi rritë me Tiranën. Unë me thonë drejtën kur lusha me Tiranën atë fanellën e kuqës se kom të dashkur. Edhe është
Për ne, Tirana duhet jetë, është si shtëpia jonë, me thonë drejtën. Dhe kjo gjendje që është Tirana, shpresojmë ta kalim sa më shpejt. Unë sot jam për me knu, po kam qenë me moshat me profesor Bujarin. Për zotin. Po u dëmtova. Kam qenë sallaks. Kam qenë lojtar i mirë, sallaks. E kur e kam pa të knu, se teatrin e disha që knu. Po kur kam pa këtu knu, se e disha që i bje pianës kjo. Kur doli të knu, thash halal, bravo i qoftë, thash, edhe më ka pëlqy. Ka pëlqy? Futbol apo me knu? Po futbol po. Ka pëlqy. Mërë që majtë, me sfushori majtë, me vjerë si puna sallaks, ose ko t'i fuzë sallaks, aty t'i fuzë. Sallaks, ja. Kështu që shtivi... Kishte krim, kishte? Më ka qenë lojtar i mirë. Jo se e njifësha, po ishte lojtar i mirë me gjithë me. Ja. Me topin e kësha pja. Me topin po. Masë filloj të era pianës, apo jo, a është kërë. Filloj me era pianës, mëse mas pianës doli të kënu. Halal i qoftë. Një tifoze e madhe e Tiranës është edhe deputetja demokrate Jorida Tabaku, e cila zbuloi se ka derdhur shumë lot për këtë fanellë. Unë jam rritur në shkallët e stadiumave, jam rritur me Tiranën, përpiqem që t'ja çoj dhe fëmijëve të mi. Shalli është diçka që më ka shoqëruar që fëmijë. Vendosim me thënë të drejtën edhe si shall në përditshmëri, sepse Tiranën e kemi në zemër. Tirana nuk është vetëm një ekip, është histori, është emocion. Tirana është trashëgimia e këtij qyteti. Unë besoj që në këto 20 vite që kanë Tirana Fanatics si një nga tifogrupet më të mirë, pas një diskutim si tifogrupet më të mirë, kanë qenë 20 vite edhe ulje ngritjesh për ekipin. Po ne kemi qenë aty. Ne kemi qenë aty dhe kur humb dhe kur fiton. Kur fiton të mbështesin të gjithë, e rëndësishme është të mbështesin kur ekipi nuk është mirë. Dhe besoj që tifogrupi që ne përfaqësojmë, se unë ndjej veten pjesë të Fanatics, është një nga tifogrupet më të mirë që ka sot Shqipëria. Qarë për Tiranën? Sa kemi qarë për Tiranën, sidomos në derbi. Këtë vit në fundit kam qarë unë edhe fëmijët e mi. Sot si e shikojmë këtë atmosferë? Erdhëm që në orën 6, se menduam që do fillonte në 6, edhe kam ardhur me fëmijët. Ne kemi të gjitha aktivitetet e futbollit, aktivitetet familjare. Jemi përpjekur e kemi ndjekur ekipin edhe në qytetet tjera dhe unë shpresoj që aktivitetit të shërbej edhe për ndërgjegjësuar pak tifozët për situatën ku ndodhemi. Gjatë vitit fundit jam përpjekur edhe prej garave elektorale mos ta përziej sportin me politikën, por jam detyruar, kam bërë disa reagime, sepse kam parë ekipin jo në gjendjen e tij më të mirë. Dhe unë shpresoj që tifogrupi të jetë një nga arsyet sepse ekipi të ringrihet. Në fest nuk mund të mungonte as ekipi i futbollit me në krye trajnerin Ardian Uhiu, i cili së bashku me Xhixhën, Tafas, Haxhiun dhe Ernest premtuan se do të bëjnë gjithçka për ta kthyer klubin aty ku e meriton. Nderuar, që jam pjesë e kësaj skuadre këtë vit, shfrytëzoj rastin të uroj me thonë 20 vjetorin Fanaticsave, një tifozëri me kulturë dhe shumë traditë, gjithashtu me shumë pasion, gjithashtu jam i nderuar që udhëheq skuadrën më të trofeshme, besoj që me ta tifoz që gjithmonë na kanë mbështetur, besoj që edhe këtë vit do të na mbështesin deri në fund dhe uroj që të arrijmë qëllimet dhe objektivat e skuadrës. Po, është ditë e veçantë për këtë tifozat e Tiranës edhe për këtë dashamirësit e Tiranës, edhe jemi këtu për të festuar me to. Atmosfera është fantastike sot. Atmosfera duket fantastike dhe prandaj ato janë gjithmonë fantastike dhe shpresoj që të vazhdojnë të jenë fantastike. Si kitot nga Tirana the? Po tani futbolli i tillë është ika nga Tirana erdha prapë te Tirana. Okej, si po ndihesh në këtë moment? Normalisht i emocionuar sepse jam në ekipin që ka dhënë shumë, edhe shpresoj që të vazhdojmë me fitore dhe të vazhdojmë përpara. Sigurisht që ditën e parë që unë kam marrë këtu personalisht, s'na ngalon as një ditë vetëm edhe është një krenari edhe lumturi të lushe për këto tifozët. Fakt festa është zjarr, tifozët e Tiranës janë veçantë në mënyrën se si festojnë. Sigurisht gjithmonë janë një pjesë veçante që nuk besoj se mund të arrihet nga dikush tjetër. Ekipi si po shkon?
Ekipi ka marrë veten, janë bën ndryshime, shpresoj për më të mirën, do japim gjithçka që kena nga vetja, që të vazhdojmë. Sigurisht kjo nuk na ka munguar që nga dita e parë, që i kena pas në krah dhe është një stesë ekstra, që të gjithë e dim edhe për kundërshtarët, që kur mbyjmë me këto tifozë në krah, duhet japim pak më shumë se sa japim në fus. Keni një finale. Urdhro? Keni një finale në fundjavë. Patjetër se po, është një finale dhe shpresoj dhe jam i sigurt se do e fitojmë nesër. Nuk e di, ne jemi shumë të lumtur që erdhëm këtu. Shpresoj vetëm që këto tifoza që janë dhe që na përkrajnë gjithandej, t'i bëjmë të lumtur edhe t'ja arrijmë objektivat e këtij viti. Besoj që tifozat e Tiranës ditë besoj. Po, kjo e kanë treguar që janë partë edhe të vetmit, kështu që s'kemi çfarë i themi. Them drejtën, atmosferën që bëjnë këto, nuk jam ndjer në asnjë vend tjetër, kështu që jam mirënjohës edhe shpresoj të vinë ta mbështesin për objektivin tonë. It's amazing that the fans came to support us because we're in a very hard situation. Është një atmosferë shumë e bukur, jemi në një situatë të vështirë, por kemi një mbështetje të jashtëzakonshme nga tifozët dhe do t'i bëjmë krenar. Give us courage because we will stay in the league. Now the team is better. Yes, it's better, stronger. Ekipi tani është përforcuar dhe do të japi maksimumin për këtë fanellë. Muzika më pëlqen, por nuk di të kërcej. Do you know the dance? No. Ish drejtori sportiv Tefik Osmani nuk e fshiu kënaqësinë për ftesën. Me thënë drejtën kam pak emocione, sepse nuk e prisja. Kjo është një shenjë respekti për mua ndaj tifozët ndaj me. Kisha menduar që kisha bërë mirë te Tirana, tani jam plotësisht. Si ndihesh kur shikon këtë atmosferë? Unë i uroj që vetëm t'i shikoj kështu, sepse e meritojnë. Mendoj që tifozat e Tiranës ka një karakter të veçantë. Jo vetëm tifozat e Tiranës, po gjithë tifozëria në Shqipëri ka diçka të veçantë. Dhe unë them që duhet i heqim pak këto të sharë në stadiume sepse e meritojnë. Urimet për tifozët nuk munguan as nga ekipi i basketbollit i udhëhequr nga kapiteni Red Vogli dhe Klein Strazimiri. Kjo është festa më e bukur, mas dasmës time, kjo është më e bukur për mendimin tim. Qive qa e engu ka. Kjo të regot qa do me thonë t'jesh me Tiranën. Si ndihesh në këtë atmosferë? Si shtëpi, si familje. Okej, përveç futbollit, fanatikët janë gjithmonë edhe sporte të tjera. Po edhe unë gjej rastin t'i falenderoj sepse na kanë dhënë shumë ndihmë, ka qenë lojtar i gjashtë i joni, kështu që unë shumë veta i kam dhe shok, i kam miq dhe i përshëndes, kështu që bashkë me ato ne do luftojmë për çdo trofe, edhe unë sa të kem fuqi, domethënë dihet ai moment. Tirana është e para, janë 10 vjet në bosh, pastaj vin tjera. 20 vjet krenari, identitet edhe mbi të gjitha krenaria një ekipi shumë të madh si Tirana. Mendoj që Fanatics do shkojnë aq gjatë, po aq sa edhe Tirana. Jo vetëm futbolli, por dhe basketbolli, gjithnjë ka mbështetjen e tifozëve. Fanatics janë mbështetje për çdo ekip, edhe sot këtu jam në fakt jo si lojtar, po si një tifoz që kur janë krijuar ato që në vitin 2006, kam qenë që në fillime dhe besoj që dhe sigur të luaj ke Tirana ose edhe sigur mos luaj, do vazhdoj të jem pjesë e Fanatics. Si ndihesh kur i shikon ata? Kini i sy? Sa ka fillu sulqenata do jetë e gjatë edhe më bëhet shumë qefi që ti bashkë me Trilonin jeni këtu, sepse gjithmonë i keni ndjekur dhe ju Fanatics, po gjithashtu dhe ekip në Tiranës.